Maska me kosë dhe aloe vera që zhduk rrudhat brenda ditës. Ja si ta përgatisni. Për të përgatitur një maskë rigjallëruese për lëkurën e fytyrës do ju duhen disa përbërës. Kjo maskë është e thjeshtë për të përgatitur dhe shumë efikase. Për këtë maskë do t'ju duhen këto përbërës: një lugë kos natyral, 1/4 lëng portokalli, pak tul portokalli dhe një lugë aloe vera. Merrni një nga një përbërësit me radhë. Hidheni në një tas një lugë kos, pastaj 1/4 lëng portokalli, pastaj shtoni dhe pak tul dhe në fund hidhni një lugë aloe. I përzieni mirë në mikser derisa të krijoni një masë të njëtrajtshme dhe me ndihmën e gishtave e vendosni në lëkurën e fytyrës. Masazhojeni lehtësisht lëkurën me mollzat e gishtave dhe e lini për 20 minuta, ose derisa të vëreni që maska ka marrë të gjithë esencën e maskës. Në fund e lani fytyrën me ujë të vakët dhe e fshini me një peshqir të butë si mëndafsh.